Ashtu si edhe në përballje e tjera të këtij sezoni futbollistik, RTS Shkodra ka qenë pranë shikuesve të saj me emisionin Emocionet e pasndeshjes, menjëherë pas përfundimit të ndeshjes së superiores Vllaznia Dinamo, përpos kualifikimit në finale që është një sukses që i afron kuqeblut shumë pranë titullit kampion, të ftuarit në panel përcollën kritika për luhatjen e lojës së Vllaznisë në pjesën e dytë. Ishte një si thua një komunion shumë i bukur i lojtarëve të Vllaznisë, Vllaznit Ultra, që bronisin Vllazni kampione. Vllaznia fitoi 2-1 me Dinamo Sillin me merit të plot. Unë mendoj që stafi teknik duhet bëjë një analizë të rëndësishme për 90 minutat e ndeshjes dhe pika kyçe që duhet vënë dorë është mbrojtja. Mbrojtja e Vllaznisë është një mbrojtje shumë për mendimin tim shumë e dobët. Patjetër që është pjesë e lojës, por edhe pjesë e fatit, duhet ta pranojmë, sepse të dyja ishin penallti, por asnjëna prej tyre nuk ishte i top që po rrezikote apo shkote deri te rrjet apo po shkaktonte diçka. Por këta janë rregullat e futbollit. Edhe këtë rallë na boseshin ne. Unë mendoj që në tërësi pjesa e dytë ka nisur shumë keq për Vllaznin. Dhe për shumë minuta, ne e thamë edhe përpara se të hynim në këtë studio Gac që problemi kryesor tek çfarë pash të paktën vetë tek Vllaznia ka qenë mobilizimi. Sfida finale e vlefshme për titullin kampion të sezonit 2024-2025 do të luhet më datë 12 maj në Stadiumin Arena Kombëtare, duke filluar nga ora 20.